Para se t'ja fjallën Kapri, le të shohim imazhet që kemi gjetur sot për ata që si kanë ndjekur aktualitetet, lajmet në Shqipëri. Shikoni çka ndodh në parlament, Ledio ka gati. Gati Ledio? Ndërkohë që ekranet... Sot që nga një ditë e shënuar, sepse pas ka ardhur kryeministri në sallë, kur e pristim pas 4 muajsh, sepse vjen një në 6 muaj. Zoti kryeministër, keni bërë shumë mirë që keni ardhur sot, se kemi buxhetin dhe ka shumë çështje që meritojnë vëmendjen tuaj, por thelbi i gjithë shkaje që ka të bëjë me buxhetin dhe me prioritetin që ju keni vendosur, është lufta ndaj korrupsionit që na kërkon dhe Brukseli. Dje ishit në një summit zgjerimi në Bruksel dhe unë jam shumë kurios se si ja u shpjegoni ju partnerëve europian luftën ndaj korrupsionit, kur zëvendësat tuaj njëri pas tjetrit janë me akuza për korrupsion nga SPAK. Pyetja është publike nga të gjithë shqiptarët, zoti kryeministër, keni thënë që Partia Socialiste dhe qeveria nuk bëhet logo dhe mburoj asnjë zyrtari të lartë. Kush merr akuzë nga SPAK-u? Do e shkarkoni apo jo? Faleminderit. Unë ngacmova dhe nga deputeti që e falenderoj që po më rri përballë. Kjo tregon që ligji nuk e ka afektuar dhe dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si sot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave. Një moment caktuar, Kapri, gjatë fjalës, se fjalën e kishte goxha të gjatë. M'fal. Ai tha më pëlqen kur ju shoh nga mbrapa, tha. Si e lexon ti këtë, si e dekripton këtë fjalitë e Ramsit 4? Dëgjoj, ishte një formë proteste e deputetëve të... Jo, të thash për gjë tjetër, më fal. Jo, qartë. Jo, rrim vetëm 2 sekonda këtu. Kur thot ai më pëlqen më mirë t'ju shoh nga mbrapa se nga para. Mund ta lexojmë ndryshe apo s'kemi drejt? Edhe mund ta lexojmë ndryshe. Pra ti në një mënyrë shpëtove se ishe përballë apo jo? Po. Të thaj që të kam përballë. Isha përballë. Pra, morali fabulë zonja zotrinj, pa e thënë dhe Kapri tamam, po ja u them unë, kujdes, mos t'i ktheni asnjëherë shpinën kundërshtarit se ju e dini se ku e hani. Dakord, kujdes. Po Kapri. Pra, këta të PD-s kishin bërë të skemën, ne nuk e dinim, se nuk është se kemi komunikim me ta, që në momentin do flasi Rama, do të qohemi dhe do i kthejmë shpinën, një lloj forme proteste. Ne respektuam, po sigurisht nuk u bëm pjesë e saj, qëndruam në vendet tona, dhe aq më tepër që... Ju nuk i kthyet kurizin? Jo. Ishëm ulur në vendet tona, dhe aq më tepër që si kryetari im Agroni, ashtu dhe unë, i drejtuam pyetje edhe zonjës Balluku dhe veçanërisht Ramës, që nxora edhe ti. Dhe unë nuk e prisja nëse Rama do përgjigjej ose jo, mësa duket unë ndjej i ngacmuar, ndoshta edhe për faktin që ne nuk i kthyem shpinën, po i qëndruam përballë. Po edhe fakti që ti nuk fyen asnjëherë, pra ti zëmos ti domethënë, se Goni nga ndonjëherë dhirë shket goja. Jo, edhe Agroni s'ka fyer. Jo, edhe Goni nuk fyen, po Goni është një pasionant, po pasionin ta shpesh e ngatrojnë për fyerin. Po nuk fyen e vërtet është. Jo, zoti kryeministri thotë dhe ai. Rama fyevi në fjalën e tij në parlament. U tha disa fjalë që nuk janë parlamentare. Dhe nuk u mor mas ndaj tij. Mas ndaj tij? Edhe sa i madh i kërkonte mas ndaj tij. Agroni nuk fyevi, ngriti zërin sigurisht, bëri një pankartë aty në parlament, por nuk fyevi. Më thënë, nuk u te kaluan në asnjë moment... Po këta të opozitë i kishin kthyer kurizin dhe që ty i bie të kishin përballë. Po. Dhe ishin kështu, ti ishe kështu apo jo? Ramsi i bie të mbrapa, ata të shilin me inat që pse ti nuk ktheve kurizin? Jo, përkundrazi, kishte një mirë kuptim që unë një dy u thosha ju lutem, po mundet bëni pak kështu të më kapi. Se duat në momentin që kryeministri filloi të më përmendi. Po ti Kapri, si mund të jesh kaq i qetë si natyrë, kështu si njerëz? Si ka mundësi që në çdo rast edhe kur ka për shembull kataklizma të mëdha, skandale të bujshme, edhe kur ai është super arrogant etj, edhe kur tallet ti prapë i thua kryeministrit, e kam vënë këtë gjë, më bën çudi. Domethënë e ke të lindur këtë qetësi Kapri apo
Apo është një teknikë që e ke elaboruar me kalimin e kohës, dhe ke thënë kjo është më e mirë se sa po të përdor dhe unë të dalë jashtë etikës e tjetër. Pra, ç'është kjo etika jote? Tani nuk nga buron. Të thuash që e kam ku diun elaboruar. Unë 2 muaj deputet kam apo jo. Pikërisht, pra, duke qenë 2 muaj deputet, duke se nuk e 20. Formimit tim është pjesë e formimit. E pra. Me gjithçka. Se për shumë të tjerë Ramsi si ka thënë asnjëherë hajdut. Ndërkohë që shumica e deputetëve të opozitës thonë hajdut, shumica. Ata që marrin fjalë. Jo kjo lloj shprehi. Nuk e thua hajdut. Nuk e themi këtë gjë. I korruptuar i ka thonë? Patjetër, i kam thënë. Jo, E besoj. ad hominem. Për atë vetë. Jo, qeveria korruptuar është të gjë. S'kam pasur, për Ramën po, kam thënë, e kam thënë në emisionin tënë që është një kryeministër i korruptuar. Mi më falë, tani kot me që jemi për qevë, se ka ndodhur një kataklizmë e madhe, sepse parlamenti sot duhet thënë ishte normal. Po. Kjo është normalitet në çdo parlament botë. Patjetër, edhe unë këtë thash edhe një ndërhyrje që bëra atje. Jo, pyetja ime është ku ndryshon për shembull Ramsi i korruptuar dhe Ramsi hajdut. Ka ndonjë ndryshim për ty? Cili ndryshim? Jo, në thelb është e njëjta gjë. Në thelb është e njëjta gjë. Çështja është që njëra tingëllon pak më keq, tjetra tingëllon më normal, pak a shumë kjo është. Unë me sa perceptoj është që Rama kërkon që akuzat i bëhen pikërisht në gjuhën që ti përmende. Pra, edhe në formë denigruese, madje edhe ai e provokon këtë gjë. Qartë. Ti thua ai përfiton nga kjo. Nëse futesh në botën e batutës, në pjesën e provokimit, të sherrit, ndoshta edhe të agresionit, unë e them të që Rama është më i mirë, domethënë, dhe nuk mund të futesh në këtë pjesë të vetën. Ai e kërkon këtë gjë. Dhe ne kemi çaste tjetër. Pra ne besojmë që Rama mundet me një model tjetër. Ai ka një modelin e vet, nëse ti hyn aty sigurisht që ti nuk mund të dalësh dot. Ai e kërkon këtë gjë. Qartë. Ai kërkon këtë gjë. Pra ti qofse do ta sulmosh me një gjuhë të ashpër, ai s'ka problem të kthehet dhe ashpër, dhe në fundet ai kërkon të krijojë perceptimin të njerëzit se midis dy të këqijave, pra midis meje dhe PD-s ose midis meje dhe Berishës, unë jam më i mirë. Më kupton? Qartë, do të bëj kontrastin, po. Do të bëj këtë lloj kontrasti. Ne kemi çastin tjetër. Pra, edhe sigurisht që me ne nuk mundet dot që të ketë në një gjuhë tjetër, sepse jo vetëm ne që se kemi lejuar këtë gjë, asnjëherë, përkundrazi, por edhe përfaqësojmë diçka ndryshe, nuk ka ku të kapet me ne ai. Qartë. Sipas teje, kot të rim pak te forma, jo te thelbi. Po. Pastaj mundojmë edhe thelbi sigurisht. Sipas teje, kthimi Kurizit të PD-s sot në parlament, për ty është një mënyrë që funksionon më mirë, është një mënyrë që funksionon, është më efikase, pra një teknik më efikase opozarizmi në parlament se sa ku di unë ululimat, goditjet me objektet saktura ndaj foltores atje. Pa, ky kthim Kurizit sot, për shembull, si teknik po them, a mund të ishte teknika jote e preferuar në raport me të tjerat? Unë mendoj që një protest simbolike merr kuptim kur bëhet në kohën e duhur, edhe këtë mesazhin e duhur. A ishte momenti sot? Nuk besoj se ishte ky moment. Se? Po sepse vëmendja do të ishte ndryshe sot në parlament. Në ç'kuptim? Kush ishte thelbi debatit sot në parlament? Thelbi debatit është kjo. Jo, sot. Ç'a ishte fabula që ta kuptojmë pra të futemi në kontekst? Ç'a ishte? Ishte ndonjë ligj do të kalonte, ishte Jo, ishte buxheti. Por buxheti i cili nuk ka kaluar akoma, se është në diskutim. Në diskutim, madje mbas emisionit unë do të shkoj në parlament se më kanë caktuar. Se vazhdon akoma? Diku nga 1 mëngjesit, po. Do flasësh në 1 mëngjes? Në 1 mëngjesit. Do ikë të shfrytëzoj ato pak minuta. Po ti në 1 mëngjes dhe shkosh thjesht ta bësh ta kesh si video, se nuk se shikon njërin ato. Ajo është hapësira, unë po e respektoj. Unë luftoj për çdo minutë në parlament. Domethënë sa kam 1 minutë, unë nuk lëviz atje. E kërkoj edhe në komisione, domethënë e kam atë mundësi, aq sa më e thon ata me rregullore, e kërkoj. Po goni kur ç'e ore i karon? Ty të kanë në 1 mëngjes. Ne përjashtuan për sot. Përjashtua harova fare, përjashtua sot sepse kundërshtoj, sepse nuk e linte ballukun të fliste, po. Pikërisht, pse ngriti atë. Asë do e shohim se ke vi. Pankartën. Pankartën, e. Kështu që po goni sot që përjashtua, nuk e merr ditën e punës apo jo? Si është i rregull? Nuk jam i sigurt, më duket se e heqin. E heqin. Bënë në i kursim me këtë rast. Me që e përmënde, Agroni është ndoshta nga të pak deputet që nuk abuzon me këtë pjesën dhe unë di që në 8 vite për shembull ai s'ka kërkuar kur dietat e deputetit. Ka marrë dietat. Edhe pse pagën e vet ka vite që e fal për motrat jetime. Vazhdon akoma? Po, vazhdon. Nuk e merr pagën? Nuk e merr. Bravo. Ja ky është xhest. Thuaç duash ky është xhest vlla.
Nuk e di Trumpi e merr tani apo jo, po mandatin e parë, Trumpi 4 vjeçare parë nuk e mori. Nuk e di, po Trumpi është tjetër... Publikisht zyrtarisht është thënë që ai nuk e ka marrë rrogën tani. S'beso se kanë gënjur, kupton? Po. Se është gjë që nuk fshehet ajo. Se Goni vazhdonte këtë mandat mos e marri. Çfarë i bie mandati i saj te Goni që se me rrogë. Po ky është mandati i tretë i Agronit, ka filluar që në mandatin e parë. Pra u bën më shumë se 8 vjet. Po u bën më shumë se 8 vjet. Që po ti bësh një llogari. Edhe periudhën që ai la mandatin, që i dogji PD-ja mandatin, ai sërish ja jepte nga të vetat. Pra nuk e ndërpreu mdinën. Ah, dakord. Po. Ore ka s'kam pyetur asnjëherë, apo t'kam pyetur duke dhe unë haroj. Jepi. Sa e keni rrogën ju? Ka një rrogë bazë deputeti që është 2.2 milion të vjetra flasëm, Vetë vjetra, 2.2 milion, pa 2 milion e 200.000 lekë të vjetra, bruto apo neto? Po flas neto, sa merr në dorë. Neto, sa merr në dorë. Nuk e di sa shkon bruto. Okej, dakord. 2.250.000 lekë. Po. Pastaj ka disa shtesa që janë për mbledhjet e komisioneve, me një pagesë 200.000 lekë vjetra për telefonin, është një pagesë 300.000 lekë vjetra për karburantin, kështu që një deputet i Tiranës... Po për karburantin e kujt se ju makinë s'keni? Po pikërisht pra, jepet bonus... Dakord, që kur do të përdorësh taksi e kështu? Ose makinën tënde, s'ka... Dakord, okej, kuptova. Dhe paka shumë me gjitha këto shkon diku tek 3 milion lekë vjetra një deputetit të Tiranës. Ka shkon bashkë me këto bishtat që sapo the? Paka shumë. Që është një rrogë, duhet thënë? Deputetet e qarqeve marrin diçka më tepër. Po pse? Marrin edhe një bonus qiraje për ata. Se nga që kanë rrugë për të bërë. Kanë dhe rrugë, kanë më shumë. Po dëgjoj, Kapri, me që jemi te kjo, te pjesa e parlamentit sot. Po. Kose me që doli dhe muhabeti rastisht. Taksirate ke mbas se ti nuk ke dëshirë të flasim për to gjëra. Jo, mezi pres të flasim, patjetër. Jo, e kam thënë që kemi luksin të flasim për to detaje, tani se nuk është se kanë bërë ndonjë gjë e madhe, pra në kuptimin që s'ka ndonjë vrasje të bujshme kështu që të iku ajo Arinas. Po presim me të radhës, po nuk e di kur do ndodhi. Jam kurioz ta di, rroga Okej, 3 milion bashkë me këto eksodat që thonë miqtan nga Greqia, ju shkon juve. Këtyre të qarqeve pak më shumë, por çon si ka, plus minus 5, nuk është se ka ndonjë ndryshim apo jo. Tani pyetja ime është vëlla. Kryeministri dhe ministrat, sa marrin? Po diçka më tepër, nuk... Sa merr shumë Ramsi 4? Do të marrë diku 20% më shumë se deputeti. Që do të thotë 20% më shumë se deputeti, i thotë 3.5 milion lekë vjetra. Ka dhe i eksoda apo jo? Po. Më ka për diqo, nuk të duhen rrugë që sharake këto. Po janë, nuk është folë më përpara, po nuk është thelbi këtë, më ndi. Jo, prit sekond. Thelbi, mund të jetë dhe thelbi. Sepse me ty unë kam shumë dëshirë të bisedoj dhe pse jo të projektohem në një tjetër hapësirë që nuk është, që nuk e kemi. Por imagjino për një moment që Ramsi ti 10 fishoj rroga, pra nga 3 milione 500 i bëj 35 milion lekë në muaj të vjetra, dhe ty të gjithashtu në mos të 10 fishoj, të 5 fishoj. Dakor, sa ish kryeministër, sigurisht ka dhe normal se s'mund të jeni njësoj. Po ju për shumë t'ju 5 fishoj, pra nga 2 milion, nga 3 milion që ju shkon, ju bëj sa? Ju bëj sa i bje? Jo, nuk shtrohet shto. Jo, një sekund, tani, më ban një shembull më, por nuk ka lidhje. A e ndalon atë që të korruptohet më pas? Prit një sekund, në momenti që unë kryeministri, kush do qofsha unë më, sa do lekisti jem unë, sa do hallet kem unë, e kupton? Në momenti që kam një rrogë 35 milion lekë në muaj, që janë paka shumë 35.000 euro, dakor, plus minus, nuk ka rëndësi. Sigurisht që do jem shumë më pak interesuar që të ketë shpërdorime rreth rrotull meje, qoftë dhe unë vetë të kem tundimin që të... Se është rrogë, goxha e mirë më Kapri. Pra, së të thuash... Të më thëmë, ti do më thuash, Arian, por kjo nuk është, e di unë se ç'do më thuash. Problemi është që pse mos jetë, mendove për një çast, për shembull që ti mos e kishe rrogën sot, më fal, 2.3 sa e ke, 3 bashkë me këto eksodat, po ta kishe, po themi, 10 milion, 12 milion lekë. Jo, ka një problem tjetër. Ti, më fani sekond, ti as nuk e fut fare diskutim të gjë? Jo, nuk e fut se diskutim. Po si ka mundësi, Kapri, sepse nga ty nuk e presi gjë, ti je një... Jo, dakord, unë e kuptoj ku do... Ti je i djathtë, ti ke një tjetër... Jo, thelbi është edhe etik, në ç'kuptim. Një deputet nuk mund marri më shumë se, po them, disa fishi i një page mesatare të një vendi, se kështu është kudo. Je i sigurt? Jam shumë i sigurt. Pra, kudo, paka shumë paga e një deputeti është diku 3, 4, maksimumi 5 herë se paga mesatare e... Paga mesatare në Francë, e di sa është?
Sa është? Kotë, me të pyet, jo, kotë. Jo, Ka një ide? është diku te 3.000 euro. Dhe deputetët Mesatarja, kujdes. mesatarja dhe Jo, nuk deputetët është në më Francë- poshtë, është më poshtë. Diçka, okay, në Francë deputetët marrin diku më pak se 6.000 euro në Francë. Ndoshta krahas Po kryeminist, po presidenti francez, disa merr? ta mund të marrë diçka më tepër, po dëgjoj. Dalë me ka minimumi. Te paga tani ti. Po jo, më një sekond, pse në Francë është kjo, pse në Francë është ky diferenci i madh, pse mos jetë në Shqipëri? Se sapo më the pra. Nuk është ajo diferencë e madhe që mendon. Sërish në Francë mund të jetë 2 ose 3 herë më e Por madhe. e ka minimumi 30.000 euro, 25.000 euro Macroni rrogën në Francë, valla. Nuk jam shumë i sigurt për të gjë, po ndoshta Lutem ma konfirmoj që i rrogën e deputetit francez dhe rrogën e Macronit. çështje modeli dhe traditët e një vendi të caktuar, Arjan, se nuk është se, domethënë, ka në rëndësi, por në thelb kjo është, domethënë nuk mund marrësh më shumë se disa. Unë mendoj që 2-3 fish se sa është mesatarja e vendit, se s'ka kuptim. Plus pas ka diçka tjetër, kur je kryeminist, je president, është privilegji jo të jetës apo jo. Një kryeminist pagën që merr nuk mund ta harxhoj dot, më beso mua sepse sërish ka shtëpi ku mund të jetojë, ka domethënë rezidencë qeveritare, puna i mbulon gjithçka në ishme. Pra, po puna, ai ka punën më lere, i lëm deputetët. Kryeministri ka punën më të vështirë në Republikë, molla. Patjetër. Pra, duke i pasur të punë më të vështirë në Republikë, ai nuk duhet fare të ketë mendjen apo bom, me çfarë ta blej këtë orën, se duhet ta deklarojë se kjo ora është e shtrenjtë. E ka privilegj. Si që ka privilegj? Ti je kryeminist, është privilegj. Mjafton të jesh thua. Është nder i jetës, agro. Është, më fal, Arjan, më duket pas. Është nder i jetës, është nder i jetës. Ti je kryeministri i një vendi. Dhe të mendosh të pasurohesh duke qenë kryeministri i një vendi, pastaj kjo është kriminale. Sepse mendoj që një kryeminist, ne kemi pasur edhe zyrtarë të tjerë që kanë pasur edhe në Shqipëri, po të larta, shumë të larta, të cilët nuk janë korruptuar. Edhe jetojnë me nder. Edhe Leka Meksi për shembull, ka qenë kryeministër apo? Qartë. Dhe gëzon një respekt të jashtëzakonshëm. Këto janë përjashtime. Dgjoj, këto janë përjashtime. Leka Meksi, 2-3 personazhe të tjerë janë përjashtime që ne po flasim për rregullin. Në përgjithësi, unë e them të sepse humanët, ti e di, humanët në përgjithësi, nuk po flasim për përjashtime. Jo, unë mendoj këtë gjë që si rregull humanët, sa më shumë të kenë, aq më mirë janë. Apo jo, aq më mirë do ndiheshin. Aq më tepër po flasim për një human, ai një post është drejt që të hajë në Republikë. Pra ne duhet të luftojmë të gjithë më kapri që Ramsi t'i bëhet rroga 35 milion lekë minimumi. Se tani e mora vesh që Macroni ka 16.000 euro, nuk e ka ai shumë. Sa e ka? 16.000 euro. Po sigurisht, dëgjoj. A që ka? Po deputetit, po më fal, po rroga mesatare në Francë është. Jo, po pritani një sekond. Ja, më fute këtu. Okej, e nga trova unë, i ka unë 10.000 euro më sipër, dakor. S'ka problem. Po më fal, 16.000 euro ka rrogën ai, po kujdes. Rama nuk është i korruptuar. Është vetëm rroga neto 16.000. E di sa i shkojnë tjerat aty? Mirë, ndoshta. E di sa i shkon aty fatura energjisë se Elizesku jeton te pallati. Po mirë, ai është pallati prezidencial tani. Është dhe për administratën. Po pra rregull, ndërsa Ramsi shkret, Ramsi 4 i shkreti. Flë atje vëlla te betoni lart në Correl, që her pas here i gjen dritat. Okej, do thuash i drita mbas rregullo. E ka zgjedhur vet. Të ri atje nuk është. Pra do të them bën sakrificë tjetri. Është sakrificë sipas te. Po sigurisht por. Dgjoj, Arjan. Rama. Si jeni kaq shumë marrë dikap. Unë prisja nga ty sot të më thoshë po Arjan, ne do le bëjmë që t'ia ngrëm atë, t'ia ngrëm Ramsit atë rrogën. Unë mendoj se sado t'ia bësh Ramës rrogën, Rama sërish do bëhet të njëjtën gjë. Jo vetëm rrogën, ma ai do të ishte edhe i përjetshëm. E ka krijuar sistem të gjë, pra. Unë them të jetë i përjetshëm me një rrogë pa kufi. Vetëm kështu shpëton Shqipëria them. Po Rama nuk është ato kushtet mendoj se sa lekë duan. Çështja është që ai ka ngritur një sistem të korruptuar, i cili e mban atë jetë gjatë në pushtet. Kupton? Pra, paraja ka si qëllim që ai e grumbullon përmes gjithë oligarkëve, gjithë privilegjet pushtetit që i shpërndan, për ta mbajtur në pushtet sa më gjatë. Ky është thelbi dhe atë që kërkon ai. Atë për ta mbyll këtë klap, se ishte klap kjo rrogës, se rastisht nga i të pyet aty. Më vjen një mesazh vëlla. Tani do lutem me i përgjigj sinqerisht, se nga ty s'pres gjë të drujtur, se ti je njeri që i thua gjërat. Më thot, zoti Çani, të lutem transmetoja kaprit me shumë respekt. Imagjino thot kur futesh në zyrë. Po. Te imagjino edhe njerëz që na shohin, që shkruajnë këtu te kjo. Te ky boksi këtu i bukur. Te QR kodi. Po, te QR kodi. Imagjino kur futesh në zyrë. Sapo je bërë kryeministër. Shef rrogën në fund të muajit. Mos nuk bën dot asnjë kursim. Për të bler gjëra kështu në një orë të lezetshme kështu se do prezantohesh jashtë apo jo. Nuk mund vesh si legend, do blesh kostume të shtrenjta gjëra, do vesh takosh mbretin anglis e zëm, ha? Prit. As mund të vesh dot si nuk bën dot asnjë kursim to. A nuk të bën kjo direkt të bësh disa ndere për siguruar jetën pas politikës?
Dhe e mbyllim klapën këtu, vetëm jemi një përgjigje sa më të shkurtër. Okej. Ja, unë ta dhash. Nëse ai kryeministër, kushdo që qoftë, shërben me ndeshmëri dhe me drejtësi, unë jam i bindur që mbas jetës në pushtet, ai do ketë sërish një jetë me privilegje dhe me ndere. Po si do i ketë, më? Për shembull, siç ke rastet në Perëndim. Po ta thash për rrugën Perëndim. Ministra, president, të cilët dalin nga jeta aktive politike, falë eksperiencës së tyre, edhe gjithë çfarë kanë mundësuar, ata kanë pasur edhe mundësinë edhe të pasurojnë një pjesë për shkak të përdorimit që kanë bërë në politikë. Për shembull, përmes dhënies së fjalimeve, krijimit fondacioneve, apo jo. Funksionon kështu apo jo? Po. Fondacioni s'funksionon kështu. Clinton ka 300 milion dollar. Po këtu s'funksionon kështu, pra. Në Shqipëri s'funksionon kështu. Pra, du ta bëjmë kështu se ky është modeli perëndimor. Ky është modeli perëndimor. Po me gjithë modeli perëndimor, Macroni merr 60.000 euro neto pa llogaritë të tjera, ndërkohë që rroga mesnare në Francë, shikoja, këtë nuk është më shumë se 2.500 euro në muaj. Tani ma thuaj pak sa më lart, sa është diferenca midis Macronit dhe rrogës mesatare? I bie të jetë gati 7 herë? 7 herë. Po këtu në Shqipëri sa është? Me kryeministrin dhe me pagën mesatare. Po me kryeministrin marr, nuk marrin deputet. Në Shqipëri është diku te i bie 4 herë. Ba bash, mos exagjerota. Aq i bie. Si 4 euro. Paga mesatare është sa ashtu? 900.000 lekë. 900.000 lekë. Ai e ka 3 milionë e 500. 3 milionë e gjysmë, po. Shkush 3 herë është. 4 herë. Afërsisht. 3 herë pagë është, por 3 herë gjysmë është. Po të duket normale. Të duket normale. Tashmë nuk është çështë e paga, nuk e di pse u kap. Nëse unë do loboj shumë te kjo, unë do loboj. Më mirë, unë sot do bëj me ty, kur të vi radhës tjetër këta, unë do loboj këtë minimumi çfarë ka në emision, unë do e bëj këtë gjë, vëlla, sepse unë jam vërtet shumë i shqetësuar që kjo gjë nuk do të në Shqipëri, vëlla. Domethënë si ka mundësi të jeni kaq egoist? Dëgjoj, për ta mbyllur ndoshta. Por a mund ta bëjmë sondazh të mëdha? Këtë lutem, mund ta bëjmë sondazh? Këtë gjë e bënte Spaku. Si? Këtë gjë që thua ti e bënte Spaku. E bën japin Spaku 7 milionë lekë në muaj rrok. Afërsisht, po. Neto. Po. Në dorë, pak a shumë. Po kryeprokurori sa e ka atje? Po ndoshta diçka më tepër, po te këto shifra është. Pra pak e kanë dhe ata tani Kapri, për të thënë së vërtetë. Po mirë se ti kason me çfarë ke shtetin në tërësi, se s'mund të bësh diferenca të mëdha. Çfarë kujdesi tregon ky njeri çudi e madhe. Nëse do kthehemi te parlamenti. Do kthehemi te parlamenti, po para se të kthehemi te parlamenti do bëjmë një pauzë vogël. Okej. Edhe pas do kthehemi. Para pauzës le të kujtojmë njerëzve që është hap një sondazh. Nuk e di se si do jetë pyetja, mund të futen të shikoni atë shoh dhe unë tani. Më thuaj kur të jetë gati sondazhi. Te ky QR kodi këtu, pasi të bëni loginin, a duhet 10 fishua rroga e kryeministrit apo jo? Kjo është pyetja. Pra tani e ka kryeministri, pra e ka rrogën 3 milionë e gjys bashkë me këto tyra të dalat apo jo? Ka pri aq më the? A duhet bërë rroga kryeministrit minimumi 35 milionë lekë të vjetra në muaj? Jam i bindur që shumica do thotë ja. Po ta shohim. Okej. Ore, unë këtu nuk është se kam një pretendim të kap shumicën, ha? Okej. Po them si parim. Fare, po duhet të shoh aman kush do thotë po. Jam shumë kurioz. Okej. Ledio, bëjmë një xhiro dhe do kthehemi prapë me Kaprin. Nëse s'kemi pauzë sot Ledio, si dje, bëjmë një xhiro urgjent. Ku do ikim Ledio? Do ikim